Historive që i madhi Zot Xhelle Xhelalu tregon Kurani Kerim është edhe historia e Yunusit alayhis salam, profetit Yunus alayhis salam. Yunusi alayhis salam ka ardhur mbas profetit Sulejmanit alayhis salam dhe pikërisht ka jetuar në një vend që quhet Neinua ose Musul, sot e kësaj dite kemi akoma këtë emrin Musul, është në Irak. Dhe thuhet që ka lind në Sham ose në Liban. Domethënë Shami janë 4 vendet e Shamit që cilësohen: Libani, Palestina, Siria dhe Jordani. Këto quhen vendet e Shamit. Kanë qenë një shtet, po të thosh. Dhe Allah Azza wa Jalla e dërgoi Yunusin alayhis salam te populli i tij për arsye që ti udhëzoi ose ti tregoi rrugën e drejtë. Pse çka ka bërë ky popull? Domethënë ato kanë pasodhuru putat. Domethënë nuk e kanë pas besimin një në Zotin Xhelle Xhelalu. Dhe Yunusi alayhis salam ka thirr non-stop, i ka thirr, mirë por nuk e kanë dëgjuar Yunusin alayhis salam. Dhe kjo ka qenë mesazhi i krejt profetëve faktikisht që Zoti përmend Kurani Kerim, mesazhi ose ajo urdhë që Zoti ka dërguar profetët ka qenë njëshmëria e Zotit. Dhe pikërisht populli i Yunusit alayhis salam nuk e kanë pas këtë gjë, domethënë që ta besonin Zotin Xhelle Xhelalu një. Mirë po Yunusi alayhis salam i thirrin fe dhe ato nuk e kanë dëgju Yunusin alayhis salam. Allahu Xhelle Xhelalu thuhet që i ka thënë Yunusit alayhis salam, populli yt ka dhe 3 ditë kohë. Populli yt ka dhe 3 ditë kohë. Nëse nuk kthehen në njëshmërinë time, nëse nuk më besojnë, atëherë ky popull do dënohet. E Yunusi alayhis salam i thirrën edhe më shumë popullin e vet dhe ato nuk e ndigjojnë. Dhe i dëshpëruar Yunusi alayhis salam në njëjtën kohë i mërzitur, sepse Zoti këtë detaje përmend Kur'anin Kerim, do të thënë shkoi i mërzitur dhe i mërzitur për popullin vet e lën popullin dhe largohet. Këtu ka një mësim shumë të madh. Se historia nuk është përfunduar, ama ka një mësim të madh që udhëzimi nuk është në dorën e njerëzit. Qofshin ato dhe profet. Udhëzimi është në dorën e Zotit Xhelle Xhelalu. Domethënë Allah Azza wa Jall i ka ngarkuar profetët ti tregoj njerëzve rrugën e drejtë. Kjo është e bardha, kjo është e zeza. Kjo është e mira, kjo është e keqja. Kjo është halali, kjo është harami. Domethënë që udhëzimi nuk është në dorën e njerit, siç thotë i madhi Zot Xhelle Xhelalu në Kur'anin Kerim, "Wa ma alayka illa balagh", kur i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thotë nuk rëndon mbi ty o Muhammed përveç se transmeto. Udhëzimi është në dorën e Zotit. Mirë po ka disa njerëz që keq kuptojnë këtë çështje. Duhet ta sqarojmë pakës, se pikërisht kur e fillum këtë diskutim ose si do të thosh emisionin, si më mësu duke thënë ligjërata, thamë që të marrim sim. Domethënë Allah Azza wa Jall na tregon neve që udhëzimi është në dorën time, nuk është në dorën e njeriut. Mirë po ka disa njerëz që e keq kuptojnë këtë çështje. Do thotë, okay, tamam. Me që ka udhëzimin në dorën e Zotit, domethënë Zoti disa i udhëzon, disa nuk i udhëzon. Nëse ne mendojmë me këtë logjik, atëherë kjo është logjik jo e shëndoshtë dhe është gabim. Pse? Sepse Zoti te njeriu shikon atë gjë që ne nuk mund ta shikojmë. Zemra. Allahu i Madh Xhelle Xhelalu shikon zemrën e njerit. Nëse një zemër e don, e dëshiron udhëzimin e Zotit, nuk ka shanse që Zoti mos ta udhëzojë. Nëse një zemër nuk e don udhëzimin e Zotit, Allah Azza wa Jall nuk e udhëzon. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam, "Inna Allaha la yanzuru fi aswarikum wala fi amwalikum wala fi ajsadikum walakin yanzuru fi qulubikum." Thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu nuk shikon pamjet e juaja. Allahu nuk shikon xhepat e njerëzve se sa xhiro llogari kanë bank. Allahu nuk i shikon ato trupat e njeriut, por Allahu shikon zemrën e njeriut. Pikërisht, ka shumë njerëz që Zoti udhëzon, sepse shikon zemrën e tyre që e duan udhëzimin. Ka disa njerëz që vdesin të pa udhëzuar, pse? Sepse Allah Azza wa Jall e ka parë zemrat e tyre që ato nuk e duan udhëzimin. Qofshin ato dhe familje pejgamberësh, domethënë të po shikosh djalin e Nuhut alayhis salam. Djali i Nuhut alayhis salam ka vdekur jo besimtar. Allah Azza wa Jall tregon në Kur'anin Kerim. Ai dëshiroi Nuh alayhis salam udhëzimin e djalit e dëshiroi. Kur vdiq djali i Nuhut alayhis salam, jo besimtar, Nuh alayhis salam ju drejtua Allahut Azza wa Jall, i tha ja Rabbi innahu ibni. O Zot, ai është djali im. Mirë po, udhëzimi është në dorën e Allahut, nuk është në dorën e
pejgamberëve. Profeti alayhi salatu wasalam, ai mbeti në kokë xhaxhait vet, duke i thënë momentet që ka qenë duke vdek xhaxhai vet, momentet e fundit i thot ya amma qul la ilaha illallah, ya amma qul la ilaha illallah, o xhaxhain thuaj la ilaha illallah. Mirë po la ilaha illallah Allah azza wa jall ja mundson atij personi të cilit vërtet e don ta thot, domethënë e don udhëzimin e Zotit të Madh xhelal xhelal. Kjo ndodhet pikërisht edhe me Yunusin alayhis salam. U largua ish zemëru për popullit e vet, e la popullin e vet. 3 ditë kohë kishin. Mas 3 ditëve nëse nuk udhëzohen, vjen dënimi i Zotit Madh xhelal xhelal. Dhe Zoti nuk e dënon një popull, nuk e dënon një vend, nëse ai vend është në rrugën e Zotit nuk e dënon, ama nëse ai vend e kthen shpinën urdhrit të Zotit, e kthen kurizin pra ligjeve të Allahut azza wa jall, atëherë Allah azza wa jall e dënon atë popull. Largohet ku largohet, thuhet ka shku rreth një deti. Aty shikon një grup njerëzish duke hyp në një anije dhe i thot a merrni me vete. Hypën në anije. Kur hypën në anije, fillon edhe anija lëkundet, domethënë që të mbyten. Dhe thonë njerëzit brenda anije, thotë tu kemi një njerë i cili ka bërë një gjuna. Tu kemi një njerë i cili ka bërë gjuna. Tani do të hedhim short. Kujt i bën, përpara kam pas bërë me shkopin. Kujt i bën te shkopi me i shkurtër, ai do të hudhet në det. E kanë menduar atë që çdo gjëna që njeri bën ka pasoja. Dënohet. Ka pasoja, domethënë, këtu mos flasim se këto duhet tema tjera të diskutohet, domethënë pasojat e gjunaheve, që dikush i ndjen, dikush nuk i ndjen, ama faktikisht gjunahet kanë pasoja. Ka qenë një në kohën e Profetit alayhis salam, ka qenë një shok i Muhamedit alayhis salam që thotë, unë kur bëj gjuna, unë i shikoj pasojat e gjunahit tim. Thonë ku? Thotë më praptohet groja, domethënë groja bëhet ma e keqe dhe më praptohet hajvani. Pa prej pasojave të gjunahit. E tani këto njerëzit tani hedhin short, kur i bën shorti, i bën Yunusit alayhis salam, këto habitën thotë kurse si nuk mundet Yunusi alayhis salam të jetë për njerëzve gabimtar, i hedhin shortin 2-3 herë dhe më në fund Yunusi alayhis salam thotë unë do të hudhem në det. Hudhet në det Yunusi alayhis salam dhe Allahu xhalla xhelalu me madhështinë e tij e urdhnon balenën të ha Yunusin alayhis salam, mirë po mos ta dëmtoj. Sepse Zoti e tregon këtë detaj në Kur'anin Kerim, haja mirë po mos e dëmto. Çka ndodhi me popullin tani? Se do flasim pjesën çka u bë me Yunusin alayhis salam barkun e balenës, tani çka ndodhi me popullin e Yunusit alayhis salam. Populli i Yunusit alayhis salam kur e pa që Yunusi alayhis salam u largu, atëherë kur i tha Yunusi alayhis salam që edhe 3 ditë kohë keni, atëherë këto u friksuan. Dhe çka dolën krejt si popull në një vend, duke kërku mëshirën e Zotit, duke kërku faljen e Allahu xhalla xhelalu, dhe normal që një person i cili kërkon falje, një popull që kërkon falje, një njeri që kërkon falje te i madhi Zot xhalla xhelalu, dhe gjet faljen. Si themi ne të bën tobe. Tobja pendohet. Tobja pendimi pranohet te Zoti në çdo kohë, në çdo vend, përveç në disa raste që nuk pranohet. Rasti, kur thot profeti alayhi salatu selam, yuqbalu tawbatu al-abd ma lam yatagharghar. Do thon pranohet tobja e njeriut, pendimi i njeriut, sepse kemi disa fjalë që faktikisht popullata jonë i kupton tobe, pendim, ma lam yatagharghar derisa nuk i ka ardhur shpirti në fyt. Momenti që vjen shpirti në fyt dhe njeriu do të bëjë tobe, nuk pranohet tobja. Ne kemi rastin me faraonin, që Allah azza wa jalla ka përmendur në Kur'anin Kerim. Momenti që filloi duke u mbyt, momenti që e pa kjo është e vërtet, çka tha? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tani u besova Zotin e Harunit dhe Musës alayhis salam. Haruni ka qenë vllai i Musës alayhis salam. Allah azza wa jalla si ja kthen përgjigjen? I thot al-an, a tani do të bësh tobe? S'ka, nuk pranohet tobe. Kjo është rasti i parë. Rasti tjetër është ne kemi në fen tonë për shenjave të mëdha të Kiametit është lindja e diellit nga perëndimi. Në momentin që lind dielli nga perëndimi, nuk pranohet tobja. Mirë po populli i Yunusit alayhis salam doli kërkoi falje dhe Zoti i fali dhe krejt beson. Mbasi e kaloi Yunusin, mbasi hiku Yunusi alayhis salam dhe krejt u bën besimtar. Çka ndodhi me Yunusin alayhis salam barkun e balenës? Thuhet momenti i parë që ka
veprimin e parë që ka vepru Yunusi alayhis salam kush ka qenë? Ka rënë sejdë. Ka rënë sejdë dhe thot, o Zot, unë po të bindë sejdë në një vend që kërkush nuk ka ra. I vetmi njeri në rrezullin toksor që ka rënë sejdë në një vend që s'mund t'i bi kërkush, Allah Azza wa Jalla sejdë është Yunusi alayhis salam barkun e balenës. Është fuqia e Zotit. Është madhështia e Zotit. Allah Azza wa Jalla kur don diçka të bëhet. Kur Allah Azza wa Jalla thot diçka e bëhet. Kur i thot diçka e mos u bën, nuk bëhet. Inma amruhu idha arada shay'an qala kun fayakun. Kur Zoti i thot diçka e bëhu, ka më bën, nuk e ndalen asnjë gjë Allahun xhalla xhela. E ka madhështinë e vet. O huwa ala kulli shay'in qadir. Ne kemi për shembull ajetin kuranor që thot Zoti është i plot fuqishëm. Zoti i madh është i plot fuqishëm. Bjen sejdë Allahut Azza wa Jall në barkun e balenës. Dhe fillohet thot e bën tesbih, e përmendën Zotin e Madh xhalla xhelal. Sa thuhet melaqet e kanë dëgju. Dhe kanë thënë ja Rabbi, o Zot, ne dëgjojmë një njeri, një Zot të njohshëm, kanë fjalën për Yunusi alayhis salam, në një vend të panjohshëm, që kërkon ndihmën tënde. Domethënë shihni interesant këtë fakt, domethënë njeriu sa më shumë ta përmendë Zotin, aq më njohshëm është Allahu dhe aq më njohshëm është edhe te melaqet. Domethënë një zë i cili përmendën Zotin non stop. Se përmendja e Zotit nuk duhet vetëm aty kur kam hallur, në kur kam dert. Kjo është problemi i disa njerëzve. Momenti që un kam një hall, momenti që un kam një dert, momenti që un kam një problem, momenti që jam e smur, momenti që kam borxhe, momentin, atëherë unë drejtohem Zotit. Masi kryhen këto halle, probleme, zgjidhen problemet e mia dhe çka ndodhen? E harrojmë Zotin. Kjo nuk është. Kjo nuk dohet. Siç kemi edhe thënë, kujtoje Zotin. Kur ti je mirë, kujtoje Zotin kur ti je në vështirësi. Dhe kjo gjë ka ndodhur me Yunusin alayhis salam, i cili e ka kujtuar Zotin non stop. Nuk e ka kujtuar Zotin vetëm në vështirësi. Ne nuk po themi që mos ju drejto Zotit kur jeni në vështirësi. Allahu mbrojt për kësaj fjale. Po them, kujtoje Zotin, përmende Zotin në çdo moment. Që Zoti përmendë ty momente më të vështira. Pse Zoti e thot përgjigjen Kur'anin Kerim Yunusit alayhis salam. Thot në mos kishe qenë prej njerëzve që më ka bë tesbih, më ka madhëru, dhe më ka bë sejdë, dhe më ka adhuru, unë kisha më lënë Yunusin alayhis salam barkun e balenës ila yawmiddin deri në ditën e Kiametit. Mirpo ne kemi më shpëtu për arsye sepse ka qenë njeri i cili na ka kujtuar non stop. Ka qenë njeri i cili na ka adhuru. Ka qenë njeri i cili ka bëj ibadet Allahu xhalla xhelalu dhe ka kujtuar Allahun subhane xhalla xhelalu. Allah thot në Kur'anin Kerim udhkuruni yadhkurkum. Shumë thjesht. Më kujtoni, më përmendni, t'ju përmend. Më kujtoni, t'ju kujtoj. Thjesht. E Yunusi alayhis salam këtë gjë e bëni. Domethënë, i ran sejdë Allahut azza wa jalla barkun e balenës se normalisht po ta marrësh ti është trishtim. Momente ti për shembull mos e thon Zoti bëhet diçka. Ti njëri trishtohet, nuk është kollaj. Ama nëse ke qenë njeri që non stop ne ke përmend Zotin, edhe në momente trishtimi ke përmend Zotin. Allahu azza wa jalla përmend Kur'anin Kerim thotë wa nada fi dhulumat. Wa nada fi dhulumat. Dhe thiri ose bëri dua në errësira. Dhe thon dietarët në tre errësira. Errësia natës, s'ka qenë natë, errësira e detit dhe errësira e barkut balenës. Këto simbolizon diçka. Se ndoshta në më mas dëndërlidhin më mas dhe më thamë mësimet që nxjerrim për kësaj historie. Dhe thot Allah azza wa jalla wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. O Zot, ti je një i madhëruar qofsh Allah. Inni kuntu min adh-dhalimin, unë i bëra padrejtësi vetvetes tim. Atëherë Allah azza wa jall thot fastajabna lah, ju përgjigjëm atij. Dhe interesant, shikoj në gjuhën arabe, është interesant se ka disa fjalë që po ti përkthesh në shqip është pak problem, se gjuha arabe është më e pasur, çdo gjuhë është gjuhë që Zoti ka kriju, prandaj Zoti ka zgjedhur gjuhën e Kuranit. Fastajabna lah, thot Allah azza wa jall, menjëherë kjo fe në gjuhën arabe do thot për menjëherë. Ju përgjigje menjëherë Yunusit alayhis salam dhe urdhëroi Allah azza wa jall, ashtu siç e urdhëroi herën e parë balenën që ta haj, e urdhëroi herën e dytë
që ta nxjerri për barkut vet, dhe thuhet e ka nxjerr dhe ka dalë në breg të detit, dhe thuhet Allah aty ka qenë një rast kapitulodhur. Dhe thuhet Allah Azza wa Jall ka bërë që të mbi një, thot, dhe mbuluam, i bëm hije me gjethet yaktin, gjuhën arabe thon kungull. Thuhet që është e ka mbulu hija domethënë atyre gjetheve të kungullit dhe ka hëngër për kungullit. Mos folim pastaj këto ato pse kungull. Po ta marrësh me se Zoti çdo gjë që përmend Kur'anin Kerim, çdo detaj ka atë mirësinë e vet, ka atë urtësinë e vet, pse kungull. Kungulli pastaj ka atë rëndësinë se jep fuqi, jep energji njeriu. Dhe del Yunusi alayhis salam, merr fuqinë dhe kthehet te populli i vet. Kur kthehet te populli i vet, e shikon popullin e vet krejt në rrugën e Zotit, të Madh Xhel Xhelalu, krejt udhëzu. Kishte pak a shumë historia e profetit Yunus alayhi salam. Historive që i madhi Zot Xhel Xhelalu tregon Kur'anin Kerim është edhe historia e Yunusit alayhis salam, profetit Yunus alayhis salam. Yunusi alayhis salam ka ardhur mbas profetit Sulejmanit alayhis salam, dhe pikërisht ka jetuar në një vend që quhet Ninua ose Musul, sot e kësaj dite kemi akoma këtë emrin Musul, është në Irak. Dhe thuhet që ka lind në Sham ose në Liban. Domethënë Sham janë 4 vendet e Shamit që cilësohen: Libani, Palestina, Siria dhe Jordani. Këto quhen vendet e Shamit. Kanë qenë një shtet, po të thosh. Dhe Allah Azza wa Jall e dërgoi Yunusin alayhis salam te populli i tij për arsye